Gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier ka zhvilluar sot analizën vjetore për vitin 2025. Të pranishëm në këtë takim ishin kryetari i gjykatës Noel Veizi, inspektori i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Artur Metani, antarët e KLG-s Emona Muçi e Bletar Bajri, kryeprokurori Elion Mustafaj, përfaqësues të Drejtorisë Vendore të Policisë, si dhe aktorë të tjerë të sistemit. Në fjalën e tij, kryetari i gjykatës Noel Veizi theksoi se ky vit ka qenë sfidues për shkak të mungesës së organikës dhe ambienteve të pamjaftueshme të gjykatës. Gjatë punës në një territor me 6 bashki dhe një popullsi prej 220.377 banor, në gjykatën e Fierit rezulton një rritje çështjeve të gjykimit, veprave penale 71.5%. Ku dhuna në familje ka pësuar rritje duke shënuar treguesit më shqetësues të 5 vjeçarit të fundit, ndërkohë që numërohen një numër i lartë çështjesh të mbartura. Pavarësisht vështirësive, mungesës së sallave, mungesës së zyrave dhe vështirësive të tjera që publikisht dihen, kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, duke sakrifikuar jo vetëm orarin zyrtar, por edhe orarin në të cilën duhet të jenë pranë familjeve të tyre. Dhe unë e di shumë mirë sepse u bë viti i tretë që jam pjesë e gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier. Dhe e di shumë mirë se çdo të thotë ngarkesë pune. Në 2025 kemi gjykuar 7.942 çështje të përfunduara, ndërkohë në 2024 kemi pasur 7.712 çështje të përfunduara. Çka tregon qartë që çdo vit kemi një rritje të çështjeve për të cilat gjykata kanë dhënë vendime përfundimtare. Mungesa e ambienteve të sallave të gjyqit dhe konsultimit riktheu edhe një herë në vëmendje debatin e nevojës së gjetjes prej 15 vitesh të një sheshi për ndërtimin e një gjykate të re. Kryetari i dhomës së avokatisë Fier Ermal Hamataj theksoi se kjo problematik duhet të zgjidhet sa më parë. Gjykata e Fierit me avokatët dhe me qytetarët është njësoj si të bjeri shi dhe të rrish në diell dhe të nxjerrin dhe të dera kur vin IEVP-ja ose kur vin komisariati. Në fakt, kjo nuk është thjesht shqetësuese, por është edhe e turpshme që sot në 2026, me një fond që nuk i kalon 500.000 lekë të reja, gjykata e Fierit duhet ndërtojë një sallë pritje për avokatët. Mjafton 20 metra katror, 30 stola për të qëndruar atje që dhe ne të presim si qytetarë dhe profesionistë dhe mos ta vrasim mendjen se po na zë shiu apo po na zë dielli dhe do dalim të derat. Gjatë vitit 2025, numri total i çështjeve për gjykim ishte 10.764, ndërsa numri total i veprave të gjykuara 5.677, ndërkohë që u dënuan 971 shtetas, nga të cilët 17 ishin të mitur.